Rimi i fokusit në integritetin institucional, forcimi i llogaridhënies dhe eliminimi i praktikave korruptive në sektorin publik mbesin sfidat e agjencisë për parandalimin e korrupsionit. Raporti i monitorimit të planeve të integritetit në institucionet publike shtron nevojën e ngritjes së planeve të integritetit, sidomos zgjerimit të tyre në nivelin lokal, ndërkohë që fushat me rrezik më të lartë mbesin prokurimi publik, burimet njerëzore, menaxhimi i aseteve publike, si dhe institucionet gjegjëse për leje dhe licenca. Drejtori i Agjencisë për Parandalim të Korrupsionit nënvizoi se integriteti duhet të jetë detyrim i secilit institucion, ndërkohë që sinjalizuesit vazhdojnë të mbesin shtyllë thelbësore në identifikimin e shkeljeve. Nuk besojmë që ka mekanizëm më të rëndësishëm se sinjalizimi, duke thyer sinjalizimin e brendshëm që është një mekanizëm brenda institucioneve apo sinjalizimin jashtë në agjenci, por edhe sinjalizimin publik, i cili bëhet qoftë përmes paramediave, po ashtu edhe përmes organizatave të shoqërisë civile. Ne do të vazhdojmë që të insistojmë në përgjegjësinë të zyrtarit publik, në transparencë dhe një kulturë ku korrupsioni nuk tolerohet. As në raste të mëdha, po as në të vogla, sepse rastet e vogla janë të mëdha. Në diskutime u vënë pa dhe mungesa e burimeve që vështirëson zbatimin real të rregulloreve dhe planeve të integritetit. Ka disa mangësi thelbësore të cilat gjatë procesit të artimit kam arritur të identifikoj. Kanë qenë dy probleme ose sfida. Njëra ka qenë afatet e shkurta për gatitorët për hartimin e planeve. Dyta ka qenë pastaj mungesa e burimeve, edhe njerëzore, por edhe materiale dhe mos identifikimi i zyrtarëve përgjegjës. Ligji për parandalimin e korrupsionit në Kosovë të pjesa të integritetit nuk parashë burgjeshtisë. Do të thonë gjithçka që duhet të identifikohet si rrezik, duhet të adresohet brenda motive resurse, qoftë humane, qoftë financiare, ekzistuese. Aktuale, disa plane të integritetit kanë parafat disa masa që kërkojnë pas së shtetit buxhetore, e qëra realisht mandej është problem të zbatuar akoma. Dita ndërkombëtare kundër korrupsionit mblodhi sot në një tryezë Agjencinë për Parandalim të Korrupsionit dhe forumin konsultativ të kësaj agjencie me shoqërinë civile. Përgjatë një jave janë paraparë një sër aktivitetesh me qëllim të sensibilizimit të opinionit publik rreth korrupsionit dhe forcimin e transparencës, integritetit dhe llogaridhënies në institucione.